Mirë mbrëma, dëgjoj së dashur mirë dëgjohemi pra ja sonte së bashku me Tushin këtu edhe me musafirët në studio. Do ta kemi një temë shumë interesante, mirë po deri sot fillojmë me musafirët pra i kemi lajmëruar më herët se kush do të jetë. Tash jemi në një fazë ku futbolli është shumë mrena edhe ndodhin ndeshje të mëdha, sidomos për ne shqiptarët, si për Kosovën ashtu edhe për Shqipërinë. Edhe është tema pra që të mësojmë sa më shumë, dim sa më shumë se çka po ndodh. Megjithëse janë afruar datat këtu për këto kualifikime që janë shumë të rëndësishme. Për javës tjetër e tutje do me thonë fillojnë përgatitjet janë në nivel shumë të lartë duhet të dim pra për ekspertëve të futbollit se çka po ndodh me këto ekipet tona, çka duhet, çka presim me gjitha ato. Edhe normal që sonte musafir me ne në studio këtu janë dy njerëz pra që janë shumë aktiv në sport, në futboll sidomos, edhe kryetarë, edhe eksperta, edhe agentat futbollit të FIFA-s. Qatë dush, do me thonë është sonte me ne Petrit Hasana i cili ka një periudhë prej që njohune, do me thonë prej që ka pas 5 vjetë deri alo sot, është marrë me futball dhe është trener dhe është agent edhe plot sen na tregon edhe vetë. Në njëjtën kohë kemi edhe Leo Trimin Liasi pra i cili e mur në dorë Radio Rilindjen. Bravo, edhe Radio Rilindjen futbollin edhe tash pra është në lojë e sipërku, pra mundohet me ta bim bile aty ku ka qenë herën e fundit, diku ka Liga 3 e 4. Mirë po, përveç se që do të bisedojmë me juve për punët e juaja dhe tema sonte që është edhe fokusi është pra, do me thonë Kupa Botërore 2026 që do të bëhet në Amerikë, në Kanadë dhe në Meksik, do me thonë në këto 3 shtetet edhe për këto ekipet tona, kombëtare tona. Ma mërmenja që do të informohemi koxha mirë me to shprej ekspertëve që i kemi këtu. Po patjetër do ftojmë ndoshta më shpesh edhe Leon si i klubit Rilindja, po edhe veteranin edhe të klubit Rilindja që kemi këtu Petritin, edhe që do të jetë ngjarje me gjithë këto ndodhitën sportive, kështu që do të jetë e hapur edhe do të jemi në emisionet tona të premteve me informata pak më sakta edhe në realitet na duhen ato analiza sportive mi bë. I shkon mirë me pas një program të haneve kështu, po gjithmonë të hane shqipojnë si në televizionet tona atje po. Normal, tash e kemi këtë premte, do me thonë prej 87 se të vazhdojmë deri sa zgjonojmë më shumë, është ta e bojmë çdo ditë. Atëherë Leo. Mirëmbrëma edhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm, faleminderit për ftesë. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm, faleminderit për ftesë. Faleminderit shumë, kisha pas dëshirë njëherë pak disa sekvenca të shkurta kështu në sekonda. Petrit na tregoj që tash momentalisht ku je, në cilën vend edhe çka po ndodh me Petritin. Momentalisht jam mirëm vetëm me futboll. Domethënë punoj 100% me futboll, jam spillerutvikler edhe ansvarli për akademien në Holmli. Arsyeja pse e kam zgjedhur Holmlin është pak mënyra njerëzore, më shumë si sportive. Është një vend si i vyn me rujt njerëzit, me rujt renin, e kom përgjithësinë edhe për unë trajner, për trajnerat të ri, plus jam trajneri unë në majt të klubit, me ambicie më ngrit një ligë më nalë si vjetë, jena vend 2, kena mundësi më ngrit, besoj si ngritëm, kurse ekipa pare është në vend 4, dhe ata kanë ambicie më ngrit në ligë 3, po si vjetë nuk kena shumë, besoj vitin tjetër. Aty punoj 100%, punoj plus në Urvoll, jam genit në trajner i Urvollit, një klub ku është mesatar, një skuadër mesatare, jena në vend 7-8, më zgabofsha. Qëllimet e klubit kanë qenë me met në ligë, edhe atë qëllim për arrisim. Kështu që një sukses si vjetë si mesatar nga ona ime personale, punoj pak edhe në Federatë Futbollit Norvegjeze si trajner vajleder. Po kënaqësinë më të madhe që kam se punoj shumë me Federatën Futbollit Shqiptare, ku kom ofru shumë vajza, kam pas suksese nga u pasmaj deri te ekipa parë. Në ekipin e parë kena Florentina Kuqin, ku ka pas suksese, ka luajtur kundra Norvegjisë këtu në lojën si kanë play-off, Norvegji Shqipëri. Kena Tringa Nua, Melisa Kelmendi, Amalie Abazi, shumë lojtarë tjera. Edhe nga ona djemve kom ndihmu aty ku ka pas nevojë, kur kanë vyt këshillat, kom bashkëpunime të mirë me federatën. Po edhe me Kosovën nuk është si kom bashkëpunime të këqija. Po Kosova nuk është si mu ka ofru diçka, më ka lyp ndim, po me mundësitë e mia i kom ndihmu. Për shembull Aurela Imeraj ja kom bën një hap për më shku te Kosova me zgjedh Kosovën. Ajo ka punuar me Kosovën goxha mirë, ka arritur edhe me jap gol për ekipin e parë të Kosovës. Kështu si jam krenar si rinin ton pe kthej ka vendlindja. Kjo është edhe detyra ime, si detyrim si jam shqiptar.
A lush në Faleminderit shumë. aspektin e shpjegimit tani që dha gjitha këto informata Petriti me mosha shumë i ri, të mirë thoti për moshës 5 vjet, a mund ta dim Petrit prej kur ke fillu të mirësh me sport, në realitet sidomos me dashja shumë edhe me afru afër zemrës futbolli. Unë e kom marrë në Suedi ma sporti, në Suedi s'kom pas mundësi me luajt futboll, po pe Suedi u bajtëm Kirun atje, pe Kirunit Suedis në Narvik. Pe Narvikit në Hamar, ku e marrë në Hamar, i kom pas 6 vjet të gjysh, atje pe ata se kohë në gjë pas në lush, i kom pas 6 vjet të gjysh, i kom 44. Dhe më tregon sa kom punu me futboll. Kom luajt vetë futboll, nuk kom pas fat të kon mundësia tjetër në atë kohë prind ton, në kon më shumë donën mas Kosovës, minimum familjes atje, nuk kam pas mundësi me na përcjell, kurse vetë ashtu e kom bënë bagazh si trener, po edhe fëmijët i kom përcjell goxha mirë, në djalin e kom luajtur në Gryrët, e ka bënë përvojë të mirë, ka qenë pak pjesë edhe shyki landslaget Norvegjisë, ka qenë edhe në Kosovë pas majt në testime, ashtu edhe në Shqipëri, si tash ta shohim çka po zgjedh, po me zemra e zgjedh Shqipërinë gjithë. Po kjo është ajo kënaqësia, pra që thash më herët që Petriti është marrë me prej qenjo, do të thonë me futboll. Ta flisë Alush edhe Leon tash, mos shkojmë drejt pyetje se Leo është një figurë e njoftën është për shqiptarët në Norvegji, atë e njohë shumica, por në bazë të ekranit edhe pamjes tonë televizive apo vizuale këtu që e kemi, Leon e kemi pas 2 herë në emision, kjo është nuk hera tretë. Kjo është hera dytë. Hera dytë që jam në emision. Po do që kjo është shpesh, po ani. Tash ju bë veteran edhe pak. Po ashtu. Faleminderit shumë për ftesën edhe një herë. Gëzom edhe që mund të jem me Petritin prezant këtu. Unë nuk e kam eksperiencën të njëjtë si Petriti në futboll, po domethënë vitin e fundit jam kryetari i klubit futbollistik. Kushtet më mirë se Petriti tregoi, në kohën e Petritit janë marrë prind për Kosovë. Normal kushtet pak ndryshe, unë mundësin pak ndryshe se ki, domethënë edhe kum lind në Norvegji edhe i kum pat pak ndryshe, domethënë kushtet e të gjitha. Jam, si thash, kryetari i klubit futbollistik të Norvegjisë Rilindës, që ka ekzistent prej në vitet 1987. Domethënë është i vetmi klub i shqiptarëve në Norvegji për momentin. Shpresojmë që inshallah ta marrim edhe shumë vite tjera. Në jetën private jam omrode ansvarlig në fabrikën e Ringnesit, domethënë Karlsbergit. E kam të 20 punëtorë aty, që kam, domethënë, përgjigjes për ata. Po, çajo është, domethënë, ja. Prezantimi. Ku është sot Rilindja? Rilindja për momentin jemi në divisionin e 6. Jemi, domethënë, mes të tabelës. Para vere kem në vendin e 2. Që tash jemi në vendin e 4. I kemi 3 ndeshjet e fundit të sezonit. Shpresat janë ende domethënë për oprik. Këtë në varet domethënë si kanë me shku këto 3 ndeshjet e fundit. Shpresojmë domethënë të shkojnë mirë. Ato ekipe tjera domethënë të humbin rezultate edhe se nuk është mirë me thënë ashtu, po shpresat i kena domethënë. Shpresojmë. Po. Ajo është me rëndësi. Po. Mirë, ne thash më herët se sonte do të bisedojmë normal edhe për ekipet e juaja, për punën e juaj, po të njëjtën kohë do të bisedojmë pak edhe më shumë për këtë mundësinë tash që kemi si shqiptar, mi pa këto 2 ekipet tona që do të marrin pjesë në ndoshta në Amerikë dhe në Kanadë, në Meksikë, ndoshta tash. Ju si eksperta, normal që i përcjellni, i dini, i njihni lojtarët, i njihni strategjia të gjitha ato. Mundë me nis ka pak me pyetje, Leo, për shembull, çfarë strategjie e ka ekipin në ndeshjet e ardhshme? Për shembull, tash e kemi një me 8-ën, tjetrën e kemi me 13-ën. Po unë mendoj se ekipet domethënë të luajnë në domethënë planet që i kanë pas. Kosova në lojën e fundit kundër Suedis me fitore 2-0 kanë luajtur shumë mirë, edhe defansiv po edhe ofansiv. Gjithashtu edhe Shqipëria i ka pat domethënë 2 ndeshjet e fundit me rezultatin 1-0, kanë luajtur shumë mirë. Të kenë çato planet që i kanë pas, të luajnë domethënë çat futbollin që janë të luajtur për momentin, nëse vazhdojnë çashtu, domethënë shpresoj se do me arrit rezultate, do me pas fitore. Edhe domethënë të rinë plani që trenerat i qesën, edhe si ekip të jenë përbashkët. Domethënë të organizuam, mendoj se do të kanë me luajtur mirë, nëse po.
Okej, atëherë kam pyetje të derisa unë ka sport jam kogja shumë, Petritin është e dirë se unë e mira shumë me sport. Po prapë që kemi alushi këtu, i ka përgatit pyetje dhe është mirë që të shkojmë bas pyetjeve, po është ndoshta edhe mundësia me folta pak edhe më tepër se ju në këtë lëmi jeni, ju e dini më mirë sportin se sa ne. Po nisi pyetje që e kam unë për Petritin është kjo, si ka ndryshuar mënyra e lojës së ekipit gjatë turneut. Kosovës atë Shqipërisë? Po mund të flasë për dy atash, fletë për Shqipërinë më mirë. Për kthejmë për Kosovë. Ka nisi për Shqipërinë. Para kampionatit evropian se ishte i funit, Shqipëria ka luajtur futboll atraktiv, po ka luajtur futboll të mëshëm edhe defensiv. Ka qenë shumë e aftë në kundër sulma. Në stil si e ka përdor Dibiasi, ka pas sukses në çojnë 2016 në kampionat evropian. Njëjtin stil përveçse boni edhe Silvini tash në këtë kampionatin e fundit. Po fati Silvinius i pa dolitar ofansiv më të mirë se i ka pas Dibiasu. Hasani ka dalë për Kushkafit, Jasir Hasani dhe ka qenë fantastik në atë cikl të kualifikimeve. Kurse tash ofansive e Shqipërisë me brojen pak minuta, Hasanin jo në formë, Bajrami jo në formë, e ka stangu pak mënyrën ofansive, dhe na mundë me thonë që atë dojna me mujtë Gjiblertari 1-0, me mujtë Latvi 1-0, nuk është diçka merite madhe. Me rëndësi për Shqipërinë ka qenë fitoria, 3 pikë me marë, kur shkojnë në Serbi me pas për shka me lujtë, dhe çdo sana kena në dorë tonën. Nëse shkojnë në Serbi dhe menojnë se mundë me lujtë futboll të hapun, atër do hupim keq. Nëse shkojnë në Serbi dhe lujna futboll me kontroll defansive, ku do e sulmojnë në Serbin kundër sulma, besoj se mundë me nxjerrë rezultat mirë. Kjo do të më konë strategjia e trenerit, mendoj për Shqipërinë. Sa për këtë sa lojë Serbia do ta kemi prap dronin atje apo diçka, po do na lojnë me shkullë, po çka shuna. Unë droni, inshallah del një dron i ri dhe fitojna prap në tavolinë. Unë mendoj se çuna ka zonë më bëj shumë aktuale tash, si tenasi këtu në Regjipi ka në bi. Gjithka u bë. Unë besoj si kombëtarja shqiptare ka një provojë shumë të madhe. Mendoj futbolli atraktiv nuk ka luajtur këtë lojë të funit, do jam fair, po e kena një trener si ka një bagazh të madh si lojtar, po edhe si trener tash po tregon veten. Unë mendoj se Shqipëria do bëjë një befasi në Serbi. Mendoj se do fitojnë 2-1. Po shpresojmë. Inshallah. Ashtu. Kjo pjesa e Kosovës do të thonë se kanë një nismë të mire, jo pak me Suedinë, pak i patën do. Për Kosovën mendoj Kosova ka një Ballkan, nuk është kjo si kanë thonë 2008, 2016 Brasilës, Balkan, si e thojnë këta norvegjez, ka qenë Brazili i Ballkanit. Edhe është prap. Në mënyrën ofansive mendoj se Kosova është super ekip. E ka një super ekip. Stilin si lun treneri i fotën është shumë ofansiv. Po hapet shumë dhe po shon golla, për shembull kundër Armenisi kanë shut 2 golla, kundër Andorës kanë shut goll. Kjo është defekti i Kosovës, po lojan si e tregon. Mençurinë se tregon me Suedin, te kishin treguar me Zvicrën, nuk besoj se do ishte 4-0, po kishim hub me një nder të madh. Se mas lojës me Zvicrën tregojnë drejt, ka qenë skandal, nuk ishim përgatitur, s'kishim plan të lojës, nuk ishim aktiv, s'ishim as çka doja me bë. As në fazën defensive, pas në fazën ofensive. Kurse me Suedin kemë qenë një skuadër si ka dashme me nxjerr diçka, pa kaptenin Ramoni edhe përse u bë polemike madhe e kalon me kaste jo s'ka dash, ajo është super lojtare në Dutmund si e kena kapten Kosovës, edhe që është shqiptar mas parti, lun në kampionat një për më të mirëve në botë, është kampion në Italisë vjet, besoj si do rikthej ata është i lojt me Sloveninë edhe Suedin, na vym patjetër. Unë mendoj me Ramonin, me Sloveninë mundem me lujt futboll të hapun. Edhe besoj se do e mujna Sloveninë. Me Suedin du të prap me lujt futboll edhe ma defensiv si në Kosovë, po me rreziku në kundërsulm. Suedia për fat mirë për ta, për fat keq për neve, Isakio ka rikthehet në super form, japi tash gol për Liverpoolin. Unë jam vetë fan si Liverpooli, kështu si inshallah me Kosovën është skandal kush do përndryshe i kthjellët prap. Normal. Besoj se kena nxjerrë rezultate të mira edhe me Kosovën. Po ajo që pritet, do të thonë për lojtarëve që kur luajnë jashtë si të jenë pak më kompakt se që kanë luajt për shembull në vend se kanë pasur lojtarë në 12 aty. Po mirë, Leo, për shembull, cilat janë pikat e forta dhe të dobta të ekipit në këtë fazë, për shembull ekipit të Shqipërisë po them. Po, domethënë pikat e mira do t'i përmeni si me thënë agresiviteti, stabiliteti i ekipës që i me te po kundër këti trenerit Silvinos Brazilian.
Këto I përmeni unë si, do me thonë, të fortat, po edhe e kanë kallëzu një shumë kompakt në lojë janë kanë, nuk e kanë shu kundërshtarin shumë me ardhë, do me thonë, në sulm. Të doptat, për mendimin tim, në analizët të lojave, do me thonë, nuk e kemi majtë shumë në për kornera, kur edhe shumë lojën shumë. Që ato janë, me thonë, mendimet e mia për ekipin e Shqipërisë, për ndryshe shumë lojët e mira me ndo kohën e fundit. Kosova e ka diçka dopta, diçka të mira? Kosova lojën e fundit që e pash me Suedin kam pëlqen çdo aspekt të lojës, janë kanë seriozisht ekipa ka luftuar çdo lojtar, Vedat Muriqi, do me thënë, mos folim për atë shumë lojtar klasë ashtaj, më pëlqen shumë, po edhe shumë lojtar tjerë që I ka, shpresoj në të ardhmen edhe Zhegrova tjesën e lojës se sa kanë, nuk I di është arsyeja pse ka shku një eventuar 7 e ka pa transferin, po ka shumë lojtarë të mira edhe Kosova, do me thënë, po. Po mirë, kjo është ajo do me thonë që çdo ekipi ka ato të mirat edhe doptat, edhe kjo kretë vlen që ta Petriti për trenerave, për udhëheqësave, se qysh I plasojnë ata edhe qysh I bojnë ata. Me tur shapatë ti në pyetjen. Po, e ndëgjova Petritin vetëm se I theksoj shumica për atyre lojtarë më të mirë në performancën, po a kështë mujtë me na dallu pak ma tepër me specifikue lojtarët, më thonën, ma kyç që I ka kombëtarja, më thonën, në lojën e fundit. Pjanisi me Kosovën, tash Pjanisi me Kosovën. Zanisa pare për Shqipërinë, na I dhënohen shpesh federatat, kështu si pjanisi me Kosovën tash ti. Unë mendoj se Kosova si kombëtare, kur s'ka qenë më e fortë. E ka luks me bo zgjedhje me lënë shembull Besar Selinën, me lënë Rashicën jashtë loje. Kjo tregon një forcë shumë të madhe të Kosovës dhe mënyrën si fodën treneri I kombëtarët pi përsjell lojtarët. Edhe ka një bagazh të madh. Më pëlqej gjesti Agimademit tash se bën në fund si e ftoi edhe Selinën edhe Arber Zenelin kemë tan takim dhe besoj si I ringjalli pak shpresës si do kthehen prapë në Kosovë. Ata I vynë Kosovës, janë lojtarë shumë të mirë. Se e keqja e Ballkanit është se nënçmojnë shumë futbollin e Skandinavisë, apo gabojnë se futbolli I Skandinavisë është e ka një rritje të madhe, edhe përse luajnë Suedi dytë, ata luajnë skuadra shumë të dhaja dhe bëjnë performancë shumë të mirë këto muajt e fundit. Unë besoj me ata dy, me Rashicën, se nuk është në formë më të mirë për momentin, po inshallah kthehet, tash I kanë ata dy ndeshjet e fundit, edhe rikthehet apet në formë, edhe ftohet edhe ai se na vjen edhe Rashica. Pa dyshim ylli kryesor I Kosovës është Zhegrova. Ai arsyeja pse s'ke lojtë e fundit ka se sa e bonin në shkrimin me Juventusin. Me Zhegrovën fush ti s'dija po të hini për 5 minuta ndryshoi lojën Champions League. E kthej lojën, të up me Dortmundin, e kthej lojën. Ai na le të ketë bagazhi kryesor pse u kthy loja. Shpresoj dhe I lut na Zotit se ai do jetë prezant me Sloveninë edhe me Suedin. Anën ofensive kena Moriqin si po shkelçen, me jap gol Real Madridit, jap gol lojën e fundit. Është në super form, mes fusha me Rez Bogaj është një lojtar shumë agresiv, një lider tipik lider, përse ka shëritën e kaptenit, po është një lider shumë I fortë, me lojtarin e ri se e kena marrë punë mas me që emrin e tij na Kilian Abdullahi, mos gabosha me emrin e ka, super lojtar, luajti lojën e parë Zvicrës, luajti shumë do, por lojën e dytë tregoi cilësitë e veta. Unë mendoj se Kosova kur më mirë nuk I ka shancat me nëzon vendin e dytë në grup. Besoj se Zvicra bëhet shumë e fortë. Zvicra me kanë gjakën e mujtë Kosovën që është dashti, e mujtë Sloveninë që është dashti. Nuk ka domethënë rastësi se e mujtë Kosovën njëjtë ndodhi edhe me Sloveninë. Kurse Shqipëria I ka dy loje, ka një lojë luksi kundra Jordanisë, që është kom qenë në Jordani para një 8 muaj, është vend fantazi për ndryshe. Më ka pëlqyer kom punu, e kena një bashkëpunim, kom shkuar pet prapa 2 muaj det atje bashkëpunim me futboll, mes Holmlis edhe një klubit atje. Më ka pëlqyer shumë ai vend. Besoj se kam qenë lojë luksi ku kam luajt shumica lojtarëve si nuk luajnë. Edhe aty besoj se do fitojnë as janë shumë më të mirë se ta. Po e kanë një futboll të mirë edhe ata, janë futboll atraktiv, teknikor që nuk bën më marr në asgjë. Po ai lojë nuk ka domethënë san. Kurse loja me Serbinë është lojë kyçe, është lojë
Aty s'ka nevoja Selvini me motivu lojtarët, ata janë vetë motivum. Janë të gatshëm për me lujtë atë lojë. Në formë, mbrojtëse mbrapa kena mirë në formë. Në sulm prap aty menoj si sjena aty ku duhet, sa na i tutna pak. Po prap besoj si bëma ki broja e Kozanot mi po do lojë çuditshme, inshallah është ajo lojë se e bën çuditshme jap në 2 golla. Po kjo është ajo që thati për shembull motivimi i lojtarëve tash, sidomos Shqipërisë e kanë në veti ato, tjetër motivim e kanë. Domethënë është futbolli, por është edhe diçka tjetër që i motivon ata që më ardh deri te ajo fitore, sepse është ndeshja kthyese pastaj që bëhet edhe në Shqipëri bëhet pak më interesant. Po mirë, Leo, cilat janë përmirësimet që duhet të bëjnë lojtarët për të rritur mundësinë për fitore? Domethënë të rinjt, lojtarët e rinj, do të marrin këshilla për lojtarëve me eksperiencë, nëse kuptova pyetjen e saktë. Domethënë kur vu jepet mundësia, ta marrin mundësinë, domethënë të hapen të gjitha në fushë. Çfarë mendoj se janë domethënë rëndësia të rinjve, përfshirë nëse kuptova pyetjen saktë. Këto janë të tri, domethënë që dojnë me debut. Të bëjnë me bë debut, domethënë. Të marrin këshilla, më kujtohet domethënë e kum pa videon e Rynit, domethënë sa i prej moshën 16 vjeçare e ka arrit shumë edhe kur ka luajt botrorin me Anglinë, domethënë ka marrë eksperiencë prej lojtarëve që janë kanë me emrat e mëdha. I ka këshirë si Stervitin, si Han, si Pushojna, domethënë ka marrë shumë prej atyre. Mendoj se të rijet du t'i këshirin si shembull ato, edhe kur jap mundësinë trajnerit, domethënë me marrë mundësinë edhe me dhanë të gjitha në fushë. Atëherë kemi pyetjen për Petritin, Salushi pas ka dhënë kështu shumë mirë. Unë me Petritin tash për Shqipërinë e kemi po. E kemi për kombëtarën tonë aty, thotë si e shihni taktikën e kundërshtarit dhe si mund të përshtatet ekipi për ta përballuar. Të kundërshtarit. Po folim për Serbinë, Jordaninë, s'është diçka shumë e rëndësishme. Serbia ka futboll, a dojna se dojna, ka një futboll bagazh shumë të madh, një skuadra më të mëdha në Evropë ka qenë në kohën e Jugosllavisë, shihet tash si Kroacia pas ka qenë në realitet brumi kryesor, po Serbia është shumë fort larg brumit, ka një futboll atraktiv, luan futboll të mirë, po ka edhe një fizik shumë të madhe. Me shku ndeshja më pas në Beograd. Ashtu të them edhe se tash ka ndruar, nuk luhet në Leskov, më poshtë, bravo, nga Kofiksa, po. Besoj me 8.000 shikues prap kanë me bëni një atmosferë se ka në vështirë për lojtarët, kanë me qenë presion, besoj prap se kanë me shoh, nuk kanë me mujt me nal. Na u tregum se na shqiptarët na jena pak euforik edhe dina edhe me shoh me kritiku pa në realitet pa vend. Çka boni Duka ke fantazi. Duka ka zënë një kulturë shqiptare, se ne edhe armisht i presim mana, po kur na hi mana na dina me prit ata, se kena burni. Na i pritë mana, asnjë aksident nuk ndodhi, u kthym prap. Nëse keni pa atë rastin ku ai shikuesi do dal jashtë e puth në faqat gazetarin shka, nuk është diçka e mirë, pse nuk më pëlqen se shqiptar patriotizëm, po mënyrën sportive ke fantazi, këtë Evropa e lëvdoi. Domthon Duka dul 100% fitues. Okej, nuk i morëm 3 pikë, hopën penalltin, po na dolën fitues në çdo aspekt, në organizim, në tradit, në moral, në respekt, në fair play, çdo sa ndolëm 100%. UEFA ka qenë shumë e kënaqur. Është e befasuar me mënyrën që kena organizuar ndeshjet. Kjo është merita Dukës. Tash Serbi, të shohim a Serbia apo din me bot njëjtin organizim, apo mundet me bë. Unë mendoj se jo. Nëse ndodh një aksident, atëherë do shkon favor tonin, padyshim do shkon favor tonin. Po i lutna Zotit, shpresoj si do luhet ndeshja me pa aksidente dhe na do e fitojnë ndeshjet. Jam kohë i bindur se do e fitojnë, nëse jena të përgatitur në atë mënyrën se nuk luajna me emocione, po luajna me kry. Se emocionet kanë njerë ta bojnë ato gabimet si do i bojna, e Serbia din me dënu. Serbia është një ekip si dhe me lujtë shumë defensiv, edhe person shpe, po dhe me lujtë shumë ofensive. Nëse lunë shumë ofensiv me neve, na konvenon ma shumë. Po nëse janë edhe ata defensiv, na lujnë në moj topin, atër i tutna pak. I tutna Serbis. Po është shpjegimi mirë kjo. Domethënë ta kemi parasysh gjithë ata që do të mbledhen me shikulohen, si do të përshtaten fushët lojtarët tonë.
Këtë varet mënyrën si Servini don mu paraqit, a don me bë sulum edhe me bë high press si thonë në anglisht, ose high press norvegjisht, ose presim të lartë shqip. Nëse bën Shqipnia ato në fillim dhe ka sukses, mund me ndeshku, po unë mendoj se duhet me najt mrapa dhe me kon shumë i kujdesshëm në pressing, se bloki defensiv është shumë i rëndësishëm këtë lojë me Serbinë. Ne mendoj në kështu, sipas filozofisë time, kështu e kisha bë. Kundërshtari i Kosovës për shembull, se ka Kundërshtari i Kosovës me Slovenia është një super skuadër, të dina, Oblak është fantazi. Suedia tani është edhe një skuadër edhe 100 herë më e mirë. Po me Sloveninë mos parti pianizëm të Slovenia, unë mendoj se me Sloveninë Kosova ka më lujt hapën. Ka më qenë rezultat 3-2, 4-2, 4-3, shumë lehtë mund të mendohet kështu. Inshallah për Kosovën, po mund të më qenë për Sloveninë. Nëse fitojnë na, kena ambicie shumë të doja dhe besoj se kena mujt edhe Suedin. Nisan ta thom, nasha si pëlqen gjithë kujna, po futbolli dhe futbollistët kosovar kanë ambicie as të mëdha në futboll dhe ushqejnë atë shumë për futbollit dhe kanë talentin natyral si në realitet e ushqejnë jo vetëm Kosovën, po ushqejnë edhe Shqipërinë. Kjo tregon 50% lojtarëve të Shqipërisë janë të Kosovës, në ndeshjet e fundit kanë qenë. E kështu si Kosova prodhon lojtar. Na mundë me folë se Kosova s'ka nashta infrastrukturën në Shqipërisë, as afërs është. Da këmë thonë edhe janë e kalume, edhe prapë e thamë, po, Kosova ka prodhuar lojtar. Zhegrova është i dalën për prodhimit për lloqit Kosovës, për Ismet Munishit, për Faruk Satovsit, për synë trenera që janë të mirë të kësi, po janë trenera të Kosovës, janë trenera fantazisi me bëjnë një punë të madhe me mundësitë se i kanë, dhe kanë prodhuar shumë lojtar. Kurse për Shqipërisë kena një lojtar që ka dalë si ka bë diçka bëm. Kjo është domethënë një diçka këtu në futbollin shqiptar kundër Kosovës nuk po funksionon mana. O futbolli më i mirë është i Kosovës dhe prodhimi lojtarëve është më mirë se i Shqipërisë. Këtu Shqipëria do të më punu më shumë. E se po punon vetëm jashtë. Mana do të me ngrit nivelin e futbollit mana, për mos më konin varën më marr as lojtar Kosovës, as Maqedonisë, se më do këtë jetë në atë pjesë dje, as Maqedonisë. Edhe Maqedonia ti lojtarët kosovar nëse shqiptar kena edhe Maqedoni. Na si traditë kena futbollin. Kur e mojnë edhe Zvicrën, kaptenin e Zvicrës kena shqiptarët, domethënë jena në të mënyrat jena shumë taf në futboll. E kena pasion kryesor, po zemra e futbollit shqiptar mendoj se është Kosova. Po ajo është mirë, domethënë sidomos me këto të fundit me Zhegrovën për shembull 20 milionë euro, i ka motivuar ata njerëz atje. I ka motivuar edhe familjet edhe krejt ata që ja vlen me punu futball, ja vlen edhe që e linde që e orë për ati lloqet e për ati vendit me punu edhe me tregu rezultat se nesër të merë Juventusit, merë Manchesterit, merë Real Madridi, për shembull nuk ka lidhje pikaj po vjen. Aty më intereson çysh po lum ti si person. E ajo për shembull Zhegrova më merr mendja se këtë rast që ka bë me Juventusin ju ka qelë edhe sytë edhe mendjen edhe i ka shtime punu shumë më shumë ata që janë vendas aty që nuk janë për vende tjera të lujt. Edhe kjo është inspirim shumë i madh, domethënë fanela tash s'kena nevojë me pas fëmijët Ronaldo se këto me tjerëve, po i kena atë Muriqit e Zhegrovës e Bërojës e çtymve për shembull se tash janë ato që faleminderit edhe Petritit mos harroj që ma ka pru fanelën original, domethënë me 100 fanel kanë me lujt besa që tash edhe me 8-in, e unë e kom veshën, po nuk shihet, mua vonë e treguar. Leo, para se më shku te pyetja tjetër, a bën me maqilti mu çat fanelën rilindja që e ka 3, se kjo është diçka shumë e rëndësishme ditë për shembull edhe për dëgjuesit dhe shikuesit. Ja, por kjo është fanela e re e rilindjes, ekipit të rilindjes në Norvegji këtu, me të që ka, është sponsori advokati Tashakori që kemi pasur në radio këtu. Falenderojmë shumë edhe kjo është domethënë kjo me këtë panel. Sponsor tjetër më kjo edhe janë krah, sa shkruan. Ka edhe sponsor tjetër Kozani. Edhe kemi edhe Bembuli. Bembuli, që sa bukur. E keni pat ndoket në studio. Po, e kena pasur. Kjo është domethënë me këtë fanel këtë sezon apo? Kjo sezona e 2025. E të ardhme të këshirmi. Tash ta dim pra që ai që ka këtë vanel veshne dihet për çka lufton. Kjo është thash veç mungon, domethënë signatyrat të lojtarëve.
rilindjes. Këto kena me vjerë, na shqitoj vjerëm, se tjerat nuk na vynë, asë Kosovës, asë Shqipënisë, asë ato tjera. Kjo është e jona me këto, na mburi me, do ta qesim në murat, faleminderit shumë. Kjo shumë biseda e mirë, është u shku, sepse po mësohë ma shumë, do me thonë po dim për sportin, për futbolin, sepse kemi eksperta, është edhe ma letë edhe me bisedu. Po pra, gjitha ato që ma ndjekin, alësh bashkë me muaj, na të mësu shumë për futbolin, edhe prej Leos edhe prej Petritit, kështu që më kanë afru kohë tash kjo puna e sportit, edhe do të thonë fëmijës nuk ka nevojë me ardhë në radio, se do ta menaxhoj vetë në këtë program. Po normal që fëmia kishte qenë mirë me qenë këtu mirë, po nuk mundet në çdo kohë, domethënë ne e përshëndesim edhe falenderojmë shumë. Përshëndetje. Që është një gazetar me vërtet i mirë dhe një fotograf shumë profesional për sportin. Leo, për shembull, cilësia e të rinjve që përfshihen në ekipet kombëtare, për shembull. Cila është, për shembull, ajo më e rëndësishme për të rinj, për shembull, që e përfshin në ekipin e tyre. I kena do të rinj që na kanë ardhur, edhe që kanë kallëzuar një herë, dy herë veten. Cila është ajo cilësia aty, për shembull, a janë ata të gatshëm për me vazhdua? Këtë në varet si prezentojnë kur janë në lojë, do me thanë, e të shka të regojnë edhe në treninget, disiplinën që e kajnë, do me thanë, këto janë do faktore që du të mi pas. Edhe pa tjetër me u dhanë hapësirë trive, se ato e bëjnë edhe futbalin. Marim ekzemplat e Class of 92, me përmend Manchesterin si Kia Liverpool, unë jam Manchester United fan, i në ataku të dy këtu. Ferguson i bu ka dhanë të rive, do me thanë, mundësin, leksione, edhe ato ja kanë këthje prapa tina, do me thonë në fush kanë lujt futball të mirë, edhe ai do me thonë e ka ba ekipën prej atyre dhe shumë vite ka pas sukses. E do me thonë të rrit du të mi u dhanë shansa, e mundësia, nëse do me thonë e marën kur janë loj, du të mi lanë me lujt pa tjetër. Edhe që bojnë gabime, normal që... Gabime tapën eksperiencë, se ti kur je i riti nuk i arfarën, si thajnë ato. Merë eksperienca. Do me vëdan shansa, edhe banë ato. Po këto ekipe tona, për shembull, a e kanë atë kapacitetin, se lojtarë kena boll, po a e kanë bollat kapacitetin, për shembull, që mi përdor të rritë, që mos mi marrë tash shumicën e kena që luajnë jashtë vendit. Shumicën e kena, si pas që e kumpa, luajnë Gjermani, i kenë Zvicër, i kenë Itali, i kenë plot shtete, do me thanë, të Evropës, në ligat e mdoja. Unë mendoj se trenera du të me gjetë, do me thanë, një balans ati, e kura komptare mi u dhanë shansa që ative lojtarëve, do me thanë, me experience mi përdor, po edhe mi u dhanë shansa edhe të rinjve, pa tjetër. Atëherë vazhdoj me pyetjen tjetër, Petrit, pesho që në realitet po i gatshëm, ju përgjigj gjitha këtë nëse se i kem praktikë edhe në realitet për cjell ekipin, me thonë edhe i ofron mundësinë edhe vetvetes për me kuptu se çfarë rëndësie ka loja në për shembull këto dy kombëtare tona, a kemi dy kombëtare apo dy federata? Unë mendoj me shef kisha pas shef një kombëtare, po tash i kena dy edhe kështu do të më konknaqes edhe me dyat. Në rregull, ashtu po edhe po vazhdojmë ne të punojmë këtë drejtimin e sportiv. Do të thonë fair play kemi edhe këtë punë, nuk na pengon askushi, tonë han dyat. Tash në bazë pyetjes se kemi ku thotë si menaxhon emocionet dhe presionin që vjen nga kompeticionet ndërkombëtare. Për kombëtarët të Kosovës edhe Shqipërisë. Po. Pyetja. Menaxhuar atyre, çdo Shqipëria vetëm se e ka pak edhe të monën në komoditet këtë punë, se desa ka shumë vjetë përvojën. Unë e ka përvojën. Unë mendoj prap aty dalë se Federata Futbollit Shqiptare në krye me zëvendës president në UEFA-s dhe FIFA-s Armando Duka, dhe presidentit Federatës Futbollit Shqiptare Armando Duka prap, e ka 50 vjet përvojë para Kosovës. 100 vjet na shtamë më thon, po thon 50, po bona i urt. Arsyeja pse janë te kjo pyetja bashkë Shqipëria kush ka shku në Gjermani me lujt kampionat, e ka pas super hotel, super luksus, çdo send domethënë ka pas. E ka pas për as DNZ, çdo send planifikuar. Presioni për media u largu shumë. Nuk kanë pas shans lojtarë me pas shumë kontakt me media. Çdo send ka pas kontroll
skuadra e ngushtë jashtë lojtarëve po foli, trenerët dhe ata që kanë përgjegjësi për media, e kanë një kulturë ma të madhe si Kosova në këtë aspekt, kurse Kosova është shtet i ri. Në këna arrit shumë për këto vjetë këna arrit fantazinë, du të më mburë me arritjet e Kosovës. Nisja ka qenë Fadil Vokri, Erol Sali edhe kjo gjenerata si ka qenë atë kupare se më dek Fadili, Indjeri, kurse tashti Agim Ademi, personalisht i kom rezervat e mia për Agim Ademi, po prapë se prapë ka bërë një punë të mirë. Ka bërë një punë të mirë, krym punë, po din me bozgjedhje dhe ai ja ka jap lirin trenerit tash, trener si e ka Kosova tash është ka një bagazh shumë të madh, mos harroni, ka qenë trener i kombëtarës të Austrisë, ka qenë deri në kvartfinale Austrinë kampionat evropian. Do thonë është një merit kogja e madhe. Kështu si ai e ka në menaxhim këtë lojë. Unë mendoj mediat në Kosovë po bojnë pak presion pa pas nevojë. Hupi Zvicrës ka 3-0 është vërtet skandal. Po e bën çdo sansi e fajt pimet Agim Ademi. Agim Ademi s'është trener. Agim Ademi është kryetari i federatës. Jo si po të më mbrojt Agimin, po kjo është realiteti. Edhe na duhet si popull mos më shpraz na lushin, po na le të duhet me tushin, se me tushi është treneri. Në këtë aspekt mendoj si na fotes mund më jap kritika për lojën që ka bë, edhe stilin e të lojës. Aty kanë drejt, këtë mediat kanë drejt më jap kritika. Po unë mendoj se na si popull duhet më bë pak më të kujdesshëm si çka bojnë na veç me dëmtojnë na lojtarët tonë. Japin presion të madh lojtarëve tonë. Mendoj se kohën e fundit Kosova ka ndryshuar dhe e ka bënë një arritje më të madhe në këtë mënyrë për mi largu mediat, mi largu presionin të lojtarëve. Në këto ka meritë trenerë dhe stafit tina. Po. Mendoj unë. Po normal se ai Zvicra është tjetër nivel. Lojtarët e Zvicra edhe komplet jeta aty në është këtë më ndryshe se lojtarët e Kosovës për shembull. Tash duhet më mendu pak 4-0 është humbje, s'kisha me bo, po tjetër nivelin ata. Edhe nuk mundem da mu tranu aty edhe me majt. Po është tipike e mediat e Kosovës qaç din. Deri çatë, do të thonë nuk ka duhet motivim se edhe lojtarët i këshyrin ato, edhe treneri ndëgjon ato, duhet motivim si media, bravo. Jo mi qurtur se ata janë djemt i kanë lënë ekipet marrë me lut për kombëtarën për shembull dhe ka shumë mos marr. Shumë thjesht është. Jo, mediat veç mos të kesh kuptuar, mediat kanë drejt në kritika. Po kritika duhet të qenë konstruktive në aspektin e atij se ka përgjegjësinë. Normal, jo me lëm fajin Agim Ademi, Agim Ademi nuk lun. Agim Ademi ka përgjegjësinë për zgjedhjen e trenerit, po Agim Ademi nuk e bën në matchin e parë. Ato e bën treneri. Na mundum të kritiku trenerin padyshim, nëse ti je treneri i Lindës edhe hub lojën, unë mund të kritiku mënyrën se ke luajtur lojën. Po jo më him manët mëshme dhe sa ka ndodhur para 20 vjetë. Ato janë më relevante. Ajo po bëhet presion i lojtarëve i kot. Ajo tipike mediat e Kosovës, deri që aty janë ata, ma shumë, nështë ata duhet pak me shku në përkursën me këshyr pak që bëbot në vene tjera. Po mirë, tash vjen ajo pjesa, Leo, kur për shembull cilat aspektet lojës i kushton më shumë rëndësi, për shembull është mbrojtja, sulmi, kontroll mes fushori, cili është? Unë mendoj se do të më fillu prej mbas të mbrojtja. Ajo ka shumë domethënie, domethënë se tani është se mbrojtja ta fiton lojën. Po normal se do të më pat edhe domethënë mes fushën e mirë për me kontrollu, për me lujt topat e anësorit, po edhe të sulmuesit. A me shumicat e rasteve mbrojtja ta fiton lojën. E për atë ekipet tona patjetër me fokusu shumë në mbrojtje. Po ja, çajo mendimi im është. Mbrojtja ta fiton lojën, po edhe mi pat sulmet e mira, me jap golla. Na vjen edhe ato për me fitu. Për shembull loja po folim Suedia, Kosova, Suedia. Qa u konë ma e rëndësishme aty që fitun ata për shembull? Qa u konë kryesore? Ato kanë lujt defensiv me kontringer. Do me thonë, kur e kanë parë si me shku në kontër, i kanë ba edhe kanë lujt mirë përmet mes fushës edhe në anësorit, edhe janë dhanë gollat. Që ajo kanë, do me thonë, më rëndësishme, mbrojtja janë mbrojt shumë mirë, Suedin e kanë ngritë, do me thonë, në altë, edhe e kanë kontër. Që ajo kanë për Kosovën taktika shumë e mirë. Mendoj në atë aspektin e lojës, vazhdimisht duhet me lujt në atë. Saj përdorin edhe formacionin 4-3-3, po edhe formacionin 4-4-2 Kosova. Do me thonë,
janë dy formacione shumë të mira, edhe për ofensiv, por edhe për defensiv. A mundet prap me përdorë qatë taktik për shemë? Patjetër. Unë mendoj se ai do ta vazhdojë çatë që e ka bën mirë, me vazhdu. Ne thamë, mediat akuzojnë, ndoshta edhe pa pasur argumente apo arsyet shumë të qarta kur humbin sidomos ekipet tona, po në shumicën e rasteve gjithmonë do të akuzohet trajnerit nëse e dim na, apo kështu Petrit. Tash si mund ta vlerësoni ju, domethënë ndikimin e trajnerit në performancën e ekipit e sidomos lojtarëve, domethënë pa i caktuar në emra të përvetshëm. Ndikimi i trajnerit në lojën e skuadrës është padyshim do të më konë aty, se nëse nuk është atëherë nuk ka pas sukses ai trajner. Norvegjezët thonë mis të garderobën, sorry mis të lagje. Shqip me këty nëse hub garderobën e ke hub ekipën. Nëse skuadrën, nëse kombëtarën në këtë rast. Fode e ka një përvojë as të madhe, por nisa nuk më pëlqen ai trajner, u treku shumë arrogant. Unë mendoj se Agim Ademi ka jap shumë liri, edhe e ka keqpërdorur pak këtë lirinë. Kurse për shembull mas humbjes me Zvicrën nuk jep asnjë arsyetim, kallëzohet arrogant, nuk përgjigjet në pyetje. Këto nuk janë fort mira, po e kuptoj edhe ato se ka pas presion shumë të madh. Na trenerat, peçy vetë na trenerat se vetë jam trener, e kena bagazhin me veti, çdo kanë jena 2-3 lojë po ekip shkon, se sa të shkon në shtëpi. Edhe të fote ka atë presionin, s'dia vret kur e boni fitoren me Suedin. Sa u gëzu. Unë nuk e kom pa kurrë ato të gëzuar shumë. Domethënë në 1000 kg ju heken pi trupit se e ka nijat presionin se e ka pas të madh. Kur kthehem te pyetja, a kanë ndikim trajnerat në skuadër, patjetër se kanë ndikim. Ndikimi është ta mënyrën që i përgatitin lojtarët, në mënyrën fizike dhe taktike, mënyrën që i përgatitin psikikisht, a janë të gatshëm me psikik, me përballu ndeshjet, mas një humbjes kaq të madhe me Zvicrën, me kohë 2 ditore me rikthy Kosovën në atë shkallë ku e kthej fotën, për mua është ka kallëzuar një respekt shumë të madh dhe ka kallëzuar se për vërtet është trajner shumë i madh. Veç duhet më jap liri edhe më jap mundësi më punu qet, besoj se kam pas sukses me Kosovën. Te Kuqezit çu kemi? Te Kuqezit Silvini ka bënë bagazh, ka një bagazh tjetër, ai jeton aty, është në federatë kiton kohën për 8 mëngjes tek një federatë. Ka nisur mësuar edhe shqip, me ka rënë rasti trikatar me taku, kom fol me to, fol edhe shqip, bën ai gari, kam mësuar gari, domethënë u bë pjesë si më kon shqiptar. Me Sabaletën kom shkuar, unë kam marrë UEFA licencë kurse ajo kam Pro licencë, ju më takuam me to disa herë. Në atë ku ka qenë në shpetim baba të e marrë UEFA Pro licencën, kem qenë atë ku bashk, ata e ka një motivim edhe ja kish mojt një fjalim mas lojës me Latvin. Kish thonë keni drejt, këtë litarët, me konë, si s'keni lujt në këtë loj, me konë nervoz mu se vish 1-0 të fitu, nuk bëjsh ndrime. Për mu ke me nënsi këtë loj, kaq dopt, me një kundërshtar kaq ma dopt si na, me marrë 3 pikë, se sa me ulon me lujtonve dhe mes me marrë pikë, atër më bojt barra, mi mu edhe mi juve. Kështu si e përmarrë këtë fajin dhe bënë nervoz mu, shprazën mu, po vish më së të qesin media. Kjo këtu e bënë i trener i madhë, dhe më thonë, e ka kontrolën edhe e ka ndikimin lojtar se e kam besimin të Silvinio. Kështu po shihet, asë një lojtar nuk ka ankesën to. Asoni është pak ai një tip si është ma një falas droni kështu, e meriton se ka bo golla shumë të mira, a i edhnohet pak është lumë, për ato e ka si të binar, kjo të regon se ka një bagazh të madhe dhe ka një respekt madhe mrena skuadrës. Jo më rëndësi, që ato e ka dhe treneri. Po kjo është ajo që treneri e ka përgjegjësinë e madhe. Për shembull që tha edhe vetë më herët se nuk ka të bëjë me kryetarin e federatës ose njerëz tjerë, ata rinë kravata, domethënë ata vinë vetëm takime, nuk janë në fushë. Në fushë gjatë stërvitjeve është treneri, edhe ajo është ai që i përgatit edhe i çet cilët lojtarë kanë më marrë pjesë aty në atë performancë. Leo, tash format e ekipit, qysh ka preformu ekipi i Shqipërisë në ndeshjen e fundit? Performanca e saj, do të thonë Petriti e përmendë 1-0, po a kanë pas performancë të mira, kanë mujtë edhe më të mirë? Po kanë mujtë edhe më të mirë, po do të thonë mendoj se janë kanë, si më thonë, fornojt me rezultatin, e kanë mbrojtë se kanë taku kundërshtar shumë, do të thonë, të mirë. Shpresojmë se në të ardhmen tash në ndeshjen tjetër kundër Serbisë, i japin hala më shumë se kemi rival shumë të madh. Si e përmeni edhe Petriti pak më herët, janë ekipe mirë ato, do të thonë me lojtarë shumë të mëdhoj.
luajnë futboll mirë, po shpresojmë ti mund atë çatë dum. Shqipëria të fitoje, por gjithashtu edhe Kosova në ndeshjen e ardhshëm, po edhe në ndeshjen kundër Suedis, në Suedi. Çatë e presme na. Performanca e Kosovës të me Zvicrën sukon qaq? Jo, me Zvicrën nuk ka kanë qaq e mirë, po Zvicra është edhe një ekip shumë e madhe, me shumë lojtarë të mirë, me edhe shqiptarë atje që luajnë, domethënë edhe më hub pi Zvicrës, normal se dhema me kur e di se ka edhe shqiptar pak ma ndryshe, pak ma lehtë e marmi. Me Zvicrën nuk ma duk si një ndeshje mirë, ka pas shumë gabime në mbrojtje, po në ndeshjen kundër Suedis i kanë përmirësuar që ato gabimet, edhe kanë luajtur më mirë, e shpresojmë ardhmen të japën i kanë ndeshjet çashtu të luajnë mirë. Cili është rekordi i ndeshjes i kvalifikimeve, për shembull, po nisëm me Shqipërisë? Do të thonë sa fitore i kanë, Një performancë që kanë pas. po folim për kohët që janë të luajtur tasha. Deri tash. Deri tash 5 ndeshje i kanë pas, 2 fitore i kanë, 2 barazime edhe 1 humbje. Ajo është shumë mirë, do të thonë 8 pikë i kanë. Folim për golla që kanë jep 5, edhe 3 i kanë marrë kundër, do të thonë janë plus 2. Kosova e ka 2 ndeshje, 1 fitore 1 humbje. Rezultatin do të thonë se i kanë marrë gollat i Zvicrës janë 2-4, -2. Po 3 pikë i kanë. Ekipa në vendin e tretën, të katërën janë do të thonë e kanë 1 pikë. Zvicra i ka 2 fitore, 6 pikë i ka. Do të thonë shpresojmë Kosova ta mrije për vend dytë. Luftojmë. Ka shansa për vend parë nëse fiton gjithë lojët, lojën e fundit e ka me Zvicrën shpe. Edhe Shqipërinë e kina në vend dytë, do të thonë me një grup pak me Anglinë e kanë, edhe Serbinë, do të thonë pak më kundërshtarët, do të thonë ekipat forta, po shpresoj. Atëherë ne dim se futbolli i ka ato peripetite veta, lëndohen, preashtohen, më thonë edhe cene tjera, mund të shohen, ajo tani kalon atë aspektin e jo lojës fair, apo si e thëjmë fair play. Nga dion, më thonë, pa morë parasysh ka të boja, dhe mes vetis besoj që mund vendet një konflikt i tillë, po më thonë me kundërshtarin në lojë. Si është, dhe më thonë, ta shpytja për Petritin, a ka ndonjë lojtar të rëndësishëm që është lënduar ose përjashtuar nga ndonjë lojë, ka morë kartonin, se në altet kartoni kuq që të për loje. I këto dverth, nuk di sa do shpi bo për me të që të për loje. Mana ciklit nëse i ki 3 e hup një lojë. Ashtu. Shqipëria për momentin nuk ka lëndime. Nuk e ka në formë sulmusin kryesor të vetin, Brojen. Ka lujt me mbledh sash për Burnley me mbledh këtë lojën e fundit lujti më shumë për kupë ndoket 70 minuta, për një që ka lujt 40 minuta 5. Lujti për Shqipërinë atë 70 minuta nuk mujti me tregu san se nuk e ka formën, nuk e ka ritmin e lojës. Çdo san tjetër është në stërvitje, kur del në lojë në ndeshje është ritmi këtë ndryshe. E keni kundërshtar si taktikisht ti ka analizu lojën që është lund, mbron, bllokon. Nëse nuk janë super forma atë ekipa problem. Mendoj si Broja nuk është në formë, Aslani ka bërë lëvizjen për Interit në Turin nëse shkoi, edhe ajo nuk ka realizuar diçka në super formë të Aslanit. Aslani është zamra e futbollit e kombëtarës të Shqipërisë në këtë lojë të fundit. Ramadani ka qenë total jashtë formës, sa nuk ka luajtur këtë lojë të fundit. Unë mendoj se ajo është motorri nëse ju kujtohet Abrashi, në kohën e Abrashit ku ka luajtur Abrashi, në të stilin e Luna dhe Ramadani është motorri i skuadrës. Më çudit pse s'ka luajtur lojë të fundit, po nuk është në formë, nuk duket si më ka në formë. Për ndryshe Shqipënia e ka gjithë i ka të gatshëm. Kisha shpresuar këtë lojë me Serbinë këto, përvoja e Tret Berishës, ndoshta me cek pare po e lash për fund se dita se vjen kjo pyetje, i shkon interesant me kthyje Tret Berishën. Shtylla kryesore në skuadrë të mirë është portieri jap çdo siguri nga mbrojtja deri në sulm. Mbrojtja e parë është sulmuesi, se loja fillon nga kundërshtari, nga golla kundërshtarit, ku ata doin me dal jashtë. Sulmuesi është në realitet mbrojtja e parë. Në këtë aspekt mendoj si nëse e kthejnë në Tret Berishën. Unë shpresoj, nuk besoj, po shpresoj, bëj apel Selvinës me rikthyje Tret Berishën, edhe përse Strakosha shumë portieri mirë, po e triti e ka përvojën në këtë lojë i vyn, me Serbinë i vyn shumë, duhet Milan hatret dhe i natët anash për këtë lojë.
Për ndryshe Shqipnia e ka ekipin deri kon përgatit, nuk është keq me minutazha lojtarët, mirën. Kurse Kosova kur më në formë nuk ka qenë. Zhegrova veç u rikthy, i ka bo do loj jo qatë shumë minutazh nuk ka, se ka në mëjdit se s'ka lujt, po besoj se tash nëse lunkit lojnë të fundit se kam Juventusin pak më shumë, do jetë në super formë. Tjerë lojtari ka në formë, shpresojna si kapteni Ramoni do rikthehet edhe janë të gatshëm për këto 2 ndeshjet e fundit. Një ekip, kur e kryon këtë strategji, në këtë formë, sikur se e bani radhitin edhe vetë edhe kërkoj publikisht që të kthehet edhe e ndriti, të kthehet për shembull që të jetë siguria më në nivel, atëherë e rrit impaktin edhe ekipit, edhe është qartë që e nin veten pak më shlirë, por sidomos edhe ata suportues që janë aty e dinë se kur ta shohin një person që ka atë aspektin e strategjisë edhe mund të them aktivitetit ti sportiv si portier, mendoj që i jep mundësinë më të mirë. Unë mendoj ashtu. Është ajo të luajt ta visi trener tash. Jo, nuk jam trener, po jam të luajt. Ti lojtar, edhe ti mundesh me tregu pak si lojtar, se jeni në veten edhe sigurinë kur e keni portier sigurt mbrapa. Valla jo është siguria më e madhe. Se ki jeni të mirë mas. Ta largon gjysmën e barës në Ta largon, patjetër. Shumë domethënie ka ajo. Unë shpresoj, e triti kurse Kosova ka Muric është portier i mirë, po mbron në Itali tash, portier i mirë në stabilitet, është akoma shumë i ri. Unë besoj në Shqipëria do i merr 6 pikë, një 3 pikë jo të vlefshme se është lojë miqësore, kurse Kosova minimumi 4 pikë. Kjo është bindja ime. Po. Për këto 2 kombëtarët tona. Po normal, është mirë se tash po lidhë me njerë të mundin të dytë më përgjigj, mundin se dhe doni ma përpara, strategjia që duhet me ndjek për shembull ekipat për me arrit në finale, apo me përmirësu performancën në ndeshjet e ardhshme që i kanë tash këto ditë që po afrohen. Çfarë strategjie e kishit jep ju për shembull për Juve? Unë tani si unë mendoj se ekipa duhet me pas një plan. Do me thonë çka duhen me arrit ekipa. Edhe shumë me rëndësi është lojtarët kenë do me thonë kohë përbashkët, se ajo ka shumë do me thonë shoqërisht të banë do me thonë të kenë team building. Edhe në aspektin e lojës komunikacioni ka shumë do me thonë të kenë komunikacion kur janë ndeshje, po edhe duhet me pas stabilitet ekipa. Pak edhe fat, se pa fat nuk shkon futbolli që ashtu dhe ka kanë herë ti lund shumë mirë, po s'ke fatin mujnë kundërshtarët. Po, që të në mendimet e mija për edhe do të me najt ati planit, do me thonë, si ekip. Shumë e vërtet është ajo. Çka muj me thonë është pak me shtu në këto fjallë si i the shumë me vend Leo, është se unë si trener nëse në këtë aspekt kisha pas qep me qenë trenerja i Shqipërisë e Kosovës, inshallah bona në herë të ardhme. Kom ambicet më ngritë se manelt, po foli tash nga aspektin e trenerit. Unë besoj si planet dhe strategjia u bo para se me fillu ndeshja parë për Kosovën kundra e Zvicrës, për Shqipërisë në kujtohet se dhe ka qenë loja parë më doket me Anglinë jashtë. Strategjia do më qenë, okay, Anglia është një super fuqi në grupë. Na Anglinë me rëzu për vendet para shumë problem. Qësh duhet na me luftu për me dalë të vendet dytë? Kiksin ku e ka bo Shqipëria, është lojën barazim si e pat në Litvani, me Latvinë si të nërgjët, Litvani Shqip, mos ga bofsha. Aty boni kiks 1-1, aty do më thonë një heki pak ato shpresës, se ta duhet pa tjetër me fitu në Serbi. Fati i madhë si Serbia pësoj në kaot në midis Serbia për Anglije 5-0, 6-0 hupi. Ajo na pak na japi pak na rikthej shpresat. Kurse plani i Silvinus patjetër ka qenë si me qenë e dyta, me ondra dhe e para, po plani e dyta dhe strategjia i ka dështu pak të X-i në Litvani. Tash këtu duhet me bëni një rishikim çush mundet me dalë e dyta, duhet patjetër me mujt Serbinë. Në Serbi duhet më shku vetëm për 3 pikë, asnjë sen tjetër. Kjo besoj se është plani të ardhmen për Shqipërinë. Kurse Kosova me fituaren kundrej Suedis, që po tregojnë drejt kur se kisha besu, me fituaren kundrej Suedis e rikthej gjithçka. Arsyeja, Slovenia e ka 1 pikë, Suedia e ka 1 pikë, Zvicra e ka ikë.
Po apet Zvicrën e ka në dorë nëse i bën përballë Suedis jashtë, Slovenin edhe më edhe jashtë, do të thonë 9 pikë plus 3 ka 12, vjen Zvicra me 12 pikë nëse me 15, nëse bën një keks ata vinë 12-12, duhet patjetër me mujt Kosovën. Po nëse Kosova e mund, atë del Kosova përpara. Do thonë akoma Kosova ka një strategji më të mirë si Shqipëria. Janë 4 ekipe në grup, janë 4 ekipe të forta, 4 janë të forta. Slovenia është e fortë, Suedia është e fortë, Zvicra është e fortë, po edhe Kosova nuk është ekipi i dobët, është ekipi i fortë. Po e tregoj me lojën se vone me Suedin, për si besoj fotën e ka pas në plan me konkurru për vend të parë, ja ka prish pak atë ritmin e planit në Zvicra si e citi për tokë 4-0, po ringjallja ashtë e shpejt me Suedin, ja ka rekthy planin bile për vend dytë. Ky menoj është plani 2 trenerave. Ma merë menja që ka me qenë një performancë shumë e mirë prej të 2 ekipeve. Na për vete kena mu knaqë, sepse kena më mush me futbal edhe po pregatitëm për vitin tjetër. Po që është me rëndësi edhe tash të kthehemi pak të këtu ku po jetojmë. Se kemi edhe këtu kemi një ekip Norvegjin që është të lulëzu, është të na knaqë, se tash na e kemi Kosovën, e kemi Shqipërinë, po na knaqë zemrisht kështu. Po kur po këshyrim edhe futball, e pekëshyrim edhe Norvegjin, diqysh po na jep një farë. I ka do lojtarë që tash mu i me thonë nashtë edhe nashtë më të mirë edhe në botë, për shembull edhe Odegaardin e ki Haaland edhe e ki shumë tjerë. Tregoni pak ku qëndron Norvegjia sot. Cili ka pak. Letë të zëllën. Dhe provoj të shpjegoj pak ku të qëndrojnë. Norvegjia ka bë, domethënë, shumë ndryshime në ekipën. Çpari e kanë pru Solbakken si trener. Është një trener i shumë i mirë, ka një trener në Danimark. Ka bë shumë mirë atje, më duket se kanë për atë ekipën København. Atje ka arrit shumë atje. Edhe këtu, domethënë, ka përforcu ekipën shumë me shumë lojtarë të mirë, ka Hollandin, Çelun në Manchester City, edhe Gorin në Arsenal, po ka edhe shumë lojtarë tjerë, që tash Norvegjës kanë arrit shumë me ata në Evropë, në ekipet e tjerë. E ka pru prap futballin e interes në Norvegji. Me që ato lojtarë që domethënë janë ngrit, e Norvegjia, si me thënë, në botë, Norvegjia e vogël ka arë në hartë, domethënë plot asoj agenta edhe domethënë Norvegji futbolli ja bë shumë më përhap në këta qytete, domethënë me këshirë edhe Bodø Glimtin si ekip ka arrit në Champions League, domethënë janë të bë diçka shumë mirë. Edhe ekipa e Norvegjisë domethënë çashtu arrit edhe shtash lojën e fundit që e patën duket se fituan 11-1. Një rezultati shumë i madh. Edhe këtë gollat vetë kanë jep, edhe atë. Këtë gollat edhe ato të fundit. Edhe atë gollin e fundit e kanë jep vetë. Gol vetet. Domethënë kam besim te treneri, lojtarët e mira kanë ardhur në ekipë edhe janë tu shkëlqy për momentin. Shumë me vend. Interesante e kësaj punë, Ståle Solbakken ka qenë trener në realitet lojtar në Hamkamp, kur unë kom jetu në Hamar. Tash quhet ti në futballskolën ose Ubos futballskole, atëherë që i ke Briskeby futballskole. Në Hamar e kom pas trener, në realitet kur i kom pas 8 vjet, 9 vjet, mos gabosha. E kom pas trener, e kom përsjell si lojtar, më ka pëlqyer karizma atina. Kur ka shku në Wimbledon bashkë me Drillon si trener, aty ku menu si ka me bon një fiasko, edhe e bon fiasko, se nuk patën sukses as Drillo, as Solbakken bashkë. Për Wimbledon shkoj në Köln, për Köln të këtu në København. Në København ajo është baba i pequj baba, si përbojnë Albin baba, e bëjë edhe në këti Solbakken baba i futbollit të Kopenhagenit. A ka me met në historia aty, se ka shku në grupë gati stuja se çdo vjet Champions League-s, ka mujt ekipet mëra si Real Madridi, Manchester United tonë ka mujt, ka shumë ekipet forta si ka mujt, kur ka ardhur në Norvegji ka pas skeptizëm të madh. Unë jam shumë i sigurt se ka me pas sukses. Po 2 vitet e para nuk i ka pas ato sukseset që shka prita sekretarja e Federatës Lise Klavnes. As na si shikues të përditshëm nëse dashamir sportit futbollit. Me atë jo presim për medjave, jo presim për presidentës të federatës, jo presim rreth futbollit, i jap mundësia mori këthy.
edhe me rikthynin në Norvegji ku e ka pas Drillo 94-98 nëse kujtohet. Po ti të kujtohet, apo si e më e ri të kujtohet, në realitet ajo ka qenë Norvegjia më e mirë, se ka qenë identiteti 100% norvegjez. Topat lartë, ju sa influ me kry, ka ngajt dhe kanë jap gol. Ata ta kanë mujt skuadra më të mëdha në botë. Ta kanë mujt Brazilin. Kurse tashti me stilin e Solbakken, me futboll shumë atraktiv, futboll shumë të mirë, me lojtar super të fortë. Me lojtar pi Hollandi deri në realitet portier luajnë këtë në ligat mëdha, Spanja, Gjermania, Anglia, Italia, super ekipa, ki sëllot lunë Atletico Madrid, nuk lunë standard Norvegji, lunë Atletico Madrid, llogarit vjetë ka qenë një bëjkollëshënuese më të mirë në Spanë. Kështu se Norvegjia e ka një skuadër shumë të madhe. Futbolli norvegjez e ka ngrit Bodø/Glimti. E përmendë shumë mirë Leo, Bodø/Glimti e ka ngrit me trenerin Knutsen. Ka rastin një seminar që e kena pas këtu për trener Vejleding në Oslo, si mat këp seminare, kom bisedu pak me ta. Thash qysh janë nise, dhe në qysh ke planu si erdhe për një osa në Bodø/Glimt, me lojtar Ligës 3, Ligës 2 të sene, tha qëllimi ka qenë me rinjos do sen dhe më bo aje shkap këta i thojnë me një vetën edhe lojtar pronar projektit. Tha ja kom nis me Kurgjëheq në realitet, edhe është vërtet Bodø/Glimti ka qenë Kurgjëheq. Me pak vit dhe me durim të kryesis, e ka bo një super skuadër, skuadër për qënë lojtar jashtë, pishat 100 milion, pikë thana pet, problem për 30 milion. Për mon për lunë Champions League. Lujtë tash lojën e parë 2-2 kundra Slavia Praha, mos gabosha. Një lojë ku kanë të hup, e rikthyn e bon 2-2. Tregon një potencial se Norvegjia është në ritëm prap të futbollit. E ki Brownin hupi 2-1 djepi Lilit, një Super Lilit, ku ka lujtë edhe Zhegrova përpara aty. Hupi Brownin 2-1, po ke 1-1 dhe i vonë. Në minutat e fundit në realitet e boni 2-1 Lili. Kështu tregon si ecuria e futbollit norvegjez është në rritje e sipër. Edhe kombëtarja e Norvegjisë është në jetin rritëm. Me në krye me Solbakken, Bodø/Glimtin edhe ekipet tjera të tipe ligës, Obos-liga edhe gjitha tjera. Lise Klaveness e nxo Koxhamir, e nxo personalisht shumë mirë, kom kontakte shumë të mira me ta, më pëlqen se ajo shumë e hapun, është pak komplekse. Llogarit o presidente del midis qytetit të vetas kosan, kurse të na ke shkuar me gjipa asana. Veç që kjo më pengon të futbolli i Kosovës, si kërtet Sagim Ademi edhe Armando Duka 50 kjera shkuar mastina, va mujt me eka dhe shtuqe, e me mësu për lisës, ma shumë s'kisha doshtë. Me siguri ka dale vinë edhe deri aty. Kjo pyetja tash interesant për kualifikimet ose për kampionatin botëror që do të marrë në këto 3 shtete në Amerikë, në Kanadë dhe Meksik. Është për herë të parë në 3 shtete që po marrë, edhe është prej përpara kanë qenë 32 shtete kombësi që kanë marrë pjesë, tash do të marrin 48. Pse është ky ndryshim për shemb? Futbolli është biznes. Futbolli është biznesi kryesor në ashta ku qarkullojnë parët më të mëdha në botë, ben menoj. Në këtë aspekt nuk jam qaqe aftë se nuk më interesojnë shumë parë, mu më intereson sport dhe grën në mata, po është biznes. Arsyeja pse është biznes është sa më shumë kombëtare, sa më shumë interes tregon. Edhe rritet domethënë interesi, rritet biznesi, rritet paret, rriten çdo sen. Edhe ju hapet mundësia edhe skuadra si Kosova, si Shqipnia, Latvia, Maqedonia ka qenë mu kualifiku. Domethënë kjo e ka edhe një barë pozitive atë aspektit biznes dhe pare, po e ka një barë pozitive se skuadrat e vogla, nëse kombëtarët e vogla kanë mundësi mu kualifiku, për një shkon shumë azor me kualifiku. Këtu janë pozitive. Unë mendoj se është pak negative se niveli po bjen pak. Niveli për shembull nuk është interesant më shku Kosova, nuk besoj se Kosova e bën aton, po veç për bëj si shembull Kosovën, më shku Kosova në kampionat botëror me Zatet Brazil me 7-0. Edhe përse Brazili ka e ka mujt Gjermani 7-0. Se nuk është diçka, nëse ka hub 7-0. Nuk është diçka e çuditshme, po kjo pak për bjen atë nivelin domethënë sportit pak poshtë. Kundra kësaj janë pak, po për arsye biznesit dhe kombëtarët vogla më jap mundësia është pozitive. Po nëse jon tash për shembull 48 nacionalitete që do të marrin pjesë, as gjatë edhe më shumë apo është çaq jo, nuk e di si gjatë, më shumë një muj ditë gjatë. Një muj ditë. Formatën mendoj se ta kenë të njëjtë. Një muj. Njëjtë, domethënë koha është e njëjtë. Edhe që tha Petriti është mundësia për shembull që më jap shumë shteteve, se tash edhe jo mbo më shumë shtete që janë ndaj prej Bashkimit Sovjetike në Afrikë, në Amerikë, kështu domethënë ka më shumë shtete dhe më shumë mundësi për me marr pjesë. Kjo është ajo e mira, sidomos për Kosovën, edhe për Shqipërinë normal.
Po edhe për Maqedoninë e Veriut, se di ku janë ata që tash lejon, çfarë Mirë është Maqedonia. Po, mendoj se mirë janë, amen kështu nuk va di në cilin vend janë në tabelën. Dhe ata po ndoket i kanë pas do lojna të mira, sepse i kemi pas edhe aty do disa lojtarë shumë të mirë, sidomos Ademin që ka qenë Ademi që ka qenë kapteni i Zagrebit. Edhe pastaj ishte edhe kapteni i skuadrës Maqedonisë Veriore, po ndoket në atë kohë, po tash s'po di kon e kanë. Kjo është ajo që e bën për shembull që me marr pjesë për shembull edhe shtetet që janë pak më që nuk e kanë shansën, po tash e kanë shansën për shembull me marr pjesë në këtë Në gjitha një informat të, nëse është në rregull, atëherë ju më përmesoni. Thotë është për kvalifikimet e botrorit, Maqedonia e Veriut është në grupin J dhe ka siguruar 5 pikë në 3 ndeshje. Një me fitore, 2 me barazime shumë të. 11 pikë ka Maqedonia. Belgjika është e dyta, Velsi e treta, Kazakistani e katërta, Liechtensteini e pesta. Maqedonia është para Belgjikës. Ka një lojë më shumë, po është para Belgjikës. Kjo tregon një super performancë Maqedonisë. Po tregojnë drejt nuk e kanë përcjell, përse i shoh pak rezultate, por nuk e kanë përcjell, po mbefason për të mirë. Bravo i koft. Do të thonë ka mundësi atë. Venet e vogla është mundësi për shembull që me marr pjesë kur Islanda për shembull ka marr pjesë edhe me 350.000 banor, ku lojtarët kanë qenë edhe dentista edhe gjitha i kanë pas edhe punë tjera përveç se futbollit, mundu me marr pjesë normal që edhe Kosova edhe Shqipëria më merr mendje. Tash këto strategjiat që i folim sonte edhe me lojtarë edhe me sistemin e lojës për shembull, a i përdoni edhe këto te ekipet e juje? Po normal. Folim për ekipën tonë Trilindjes. Kryesi i kemi këto strategjat, do me thonë si ka me qenë ekipi, me regullat, çfarë rregullosh do me pas, orshjull, do me thonë me planet e vitit, kur i kemi mbledhje çfarë, kur i kemi festat, kur i kemi, do me thonë krejt shkruan në faqen tonë në Jemeside. Ato mbledhjet me lojtarët, do me thonë edhe me ekipin A, po edhe me ekipin B që i kemi, që për momentin që të dy ekipet i kemi, me lagledere, me trenere, me krejt, e shohmi se ato ndikojnë shumë. Ne, do me thonë, si i hesën klubi për para, po edhe për antarët edhe për krejt, rreth klubit. E kemi një pyetje për ty, Petrit, tregoj se kush shpeçon. Para disa viteve ka pasur shumë shqiptarë që kanë luajtur në Elite Serie, kurse tani ka shumë pak. Ku është problemi? Pyetje shumë e vend. Vjen për korrespondentin tonë, pra Femis. Femis. Pyetje shumë e vend, ma mund mendja. Pyetje shumë e vend. Unë mendoj se ka ndryshuar dinamika e jetës. Në atë kohë kur ka pas shumë lojtar nga Berat Yusufi, Arden Gashi, Rulin Shala e tjerë, mos t'i përmendet gjithë me emra. Tash ka ardhur stangimi për arsye se mosha 16 deri në 19 vjet, po është mosha kyçe. Në atë moshë, në atë kohë lojtarët prindit kanë pas pak më trep, pak më direkt, kurse na e na bë pak më light norvezez shqiptar, edhe po japim mundësi që mu për shembull djali jam Blerimi ka qenë lojtar shumë i mirë, moshën 16 vjet në tavolinë më ka bë du me lon futbollin. Çka më thon? Tash okay, po bile futbollin. Kjo bë shumë më lehtë me lon futbollin. Ardh interesin sa në tjera. Po divijojnë në bisodo edhe në rrugë të këqija për fat të keq. Po doj edhe për fokusojnë më shumë shkollën, se po thon karriera e futbollit shumë e shkurt, po është e mollë shumë e vogël për më shumë më ngrit me lujt në Tipi Lig. Unë kam një rast për folje konkret për djali jam, Betimi Lung Gryrët. Është një ekip skuadër në Ligë 2 të Norvegjisë, ka ambicie më ngrit në Bundesliga në Ligë të parë, janë në vend 2, bile kanë lojë nesa, nëse fitojnë dalin në vend 2. Djali s'u interesuar futboll deri në moshën 12 vjet. S'ka pas sevas me pa me sy futbollin. Moshën 12 vjet ju tregu interesimi edhe kjo ka ndodhur në Kosovë. Fal 2 super trajnera në Kosovë, ka zënë rejt këtu, ata e kanë meritat gjithë, Donat Melaku dhe Dardani Ashari. Janë ngritën djalin nivelin për një muaj ditë si ushtrojtja ku kthy Norvegji këtu, ndryshoi djali krejt. E bonin koordinacion të mirë, e bonin gjitha të mira dhe interesi tina dhe shtymja jame, si ja japa si prind dhe mundësinë si e kom se e njoh pak futbollin, japa mundësinë më shdo në Gryrët dhe tash e ka bën një karrierë më të ngjeshur, më të mirë, lund standard te Unisë Nishat, i ka vetë 17 vjet, është aktual me lujtë edhe për Shqipërinë, edhe për Kosovën është dera hapur, po më shumë për Shqipërinë. Domethënë i ka ambicet.
Po këtu mos më pasjenë në prind se e shty, bova kia dhe betime e kishtë lënë. Se ja nisi më bo pak zërë. Ja nisi pak më shku ka 40 minuta me autobus, 1 orë. Se du të më qu pak ma herët, më shku në shkolla, topi dreta e sene, edhe u bo pak mentalitetin neve shqiptarëve është, na kena qef çdo sen më në orë kështu pak si leta, din? Ku na vjen si leta, atëre e thojna diçka të pelojnë na krejt. Kjo është fatkeqësia në Kosovë, në shqiptarët e Kosovës, nëse të shqiptarën përgjithësi, në Norvegji, a në Kosovë është e tjetra, se në Kosovë baba e tina, nëse nona, nëse familja investon sa të mundet, për me si djalin sa është në Almerin me dalë dikun jashtë Kosovës. Kjo është e kundër, domethënë atje s'ka çare, kurse këto e ka s'janin apo se apo do sa rregullohet. Kjo mendoj është njëra prej bazave, po futbolli i Norvegjisë është ngritje sipër, kurse bredë futbollin është pak në ramje, në atë aspektin se po hupin shumë lojtar. Unë tash në Norvell ku jam trener aty, kur fillova në janar, i kisha 12 lojtar. Mana 3 javë dite me networkin se e kam i bona diku 52 lojtarë dhe bëm genit në dhe genit në tu. Domethënë ekipa parë U19 edhe ekipa dytë U19. Tashti për momentin i kam 28 lojtarë. Domethënë i kam hub 30 diçka lojtarë. Arsyeja që shumica e lojtarëve është ja giderike. Po pritoj. Po më duket monotoni. Lodhje. Po na hub nga aspekti shkollës. Domethënë janë këto ambicie edhe ata duhet të marrin na kritik si klube norvegjisjana, qysh mund me ja rikthy atë farë bindjen se nuk do të thonë se kemi bë futbollistë më mirë në botë, po është me vazhdu me futboll sa më gat, por kjo është arsyeja pse jam në Holmli. Sa aty kam shku për me hek gjinën për rrugës dhe me kthy në sport. Pra ndoshta atë lidhëm që fillim kur tha Holmlina e dim, Holmlia është pak si një qendër ndodhive të ndryshme, është një pjesë e Oslos, sidomos e populluar me huj apo minoritete të ndryshme. Edhe nuk e di tash me futboll si janë bashkë Holmlia, kupton, po tash më tregu se kanë një trener të mirë si Petriti tash aty besoj që një man. Kena shumë trener mirë, sa tregoj pak për Holmlin, më japi përgjigjen e fundit fëmisë është pyetjet. Besoj më në 3 vite kemi pas deri 10 lojtar në Tip League. E ki vllazit Jusufi si luajn në Mos ka dalë në Molde, ka vetë domethënë ai veç ka shkuar në Tip League. E ki vllavin e tina si luan në Lyn, është super lojtar edhe ai e njanti. Është super lojtar, ajo është ngritje sipër, janë 5-6 klube të interesuar to. Unë besoj se edhe Lyni kam shkuar në Super League vet. Magnus Odland e kam shok shumë të mirë, kam punuar bashkë me ton 5 vjet në Frigg. Ai ka pas një karizëm shumë arrogant. Po çka u ka bën tash me Lynin vërtet e meriton me kon arrogancë 16 lojë, 15 fituar në barazim me komos gabofsha. Domethënë është i venit para fundit e ka ngrit vend tret skuadrën. Aty e ki domethënë 2 shqiptar 2 vllazë Visarretën. E ki Feyzullahin Fredrikstad, 15 vjeçar 2009 është super lojtar, po luan për Norvegjinë U16. Është shumë afër me lut për ekipin e parë të Fredrikstadit, domethënë aty veç u bën 3. Shpresoj se edhe djali jam ana 2-3 vite konvokon një pjesë e tyne, se Kofa, Lyni edhe Ylçisa kanë kallzuar interesim shumë të madh. Inshallah e bëjnë një lëvizje tash te mas sezonit si të kryet. Po e di si ka edhe shumë lojtarë tjerë si do arrisin. Djali Ardian Gashti si ka qenë këtu, u e morën landslaget Norvegjisë, Sani Fjuri është interesuar to, domethënë ish futbollist Ardian Gashti. Si domethënë janë delitarë që janë rritje për sipër, e fëmia i përcjell këtu shumë, inshallah ka sa më shumë tash lojtarë shqiptar me si të foto. Dhe ne shpresojmë ashtu. Për Rilindjen, fëmia ka një pyetje, thotë se emri i madh që është Rilindja këtu në Norvegji në atë aspektin e sportit dhe futbollit. Ku e shef thotë Leo pas 2 viteve Rilindjen? Sem tjena në liga më të lartë. Inshallah të arrim ligën e 4. Si që në numri me lojtarë të ju? Na me lojtarë jemi shumë si vjetë. Do me thanë prej vitin e kalume, kur jemi kanë pakic, shtash jemi në çdo trening ofër 20 lojtarë plus. Ajo është shumë një ndryshim i madh për ekipën, do me thanë trenerat kanë për me zgjedh lojtarë për ndjeshe, po dhe treninget banë shumë më të mira. Se na ja kemi fillu, si me thanë, prej fillimit, pra basic. Po P0 me thanë. Treningat janë shumë të mira, lojtarë kemi plot. Inshallah në të ardhëm edhe hala më shumë. Edhe numri i sponsorëve është mirë më shtu. Edhe numri i sponsorëve normal është mirë më shtu, edhe më shumë për kraj, për krejt shqiptarëve, si për momentin i vetmi ekip shqiptare që e kemi, edhe i vetmi ekip që mund me majt jemnin shqiptarëve. Se nëse qelna e klub 3, se një avnon jemnin. Kjo ka shumë. Kjo ka shumë do me thanje.
shpresojmë në të ardhmen të vinë hala lojtarë që domethënë mund ta ndihmojnë për me rrit klubin hala manal. Të arrijë atje ku do të më kanë si klub. Shpresojmë në të ardhmen të jena prap ku i kanë po përpara në divisionin e tretë. Se e meritojmë. Unë menoj që tash koha e jonë është e Petritit e jemi Alushit ka kalu, që si gjenerat e parë, po gjenerat e dytë do të më dhonë përkraje shumë atë madhe i linjës, po edhe kjo e treta ju që i keni linë to, ta përkrani ta doni sepse mirë e preke dhe me gisht, më thonë Shqiponjën ati, ku që zi që e keni në logos, si logos të ndryshu. Në logon e Norvegjisë vetme që e ka Shqiponën që lejot. Dhe më thanë, kjo anë... Edhe në sa mos harro me cek se na e kanë një lojtar shqiptar, si lunë për Hegësynin, e ka për ardhën për Rilindis. Ilir Kukleci. Ka lujt në Rilindjen, Ligë 3, edhe ka shku në Frigë, për Frigjet mos për mosit në Hegësyn. Më thonë, kena prodhu edhe lojtar për Rilindjes në Superligë Norvegjisë. Shumë mirë që e përmende që ta. Zoshta më të pengu për shtë. Shumë mirë, faleminderit. Po Leo, për shembull, tash e kemi Petritin këtu, po e kemi edhe Ardian Gashi, po kemi edhe shumë tjerë, për shembull që kemi pas musafir edhe Joni Ademaj e këta, po ta janë njerëz për shembull që janë aktiv në NFF, do të thonë në komitet në çështjet federata e Norvegjisë. Për shembull, a ki pas kontakt me këta ose me marrë dë një këshilla ose me marrë dë një... se këta janë ata që mundën edhe me ndihmu për shembull vetë ekipit ose ty për do strategjia, për disa gjëra tjera. Vitin e fundit ja kum fillu me shku në futboll letërkysh. Domethënë kum bë kursin 1, shtash që jem regjistru për me bë 2 edhe 3, edhe Nes Ledrion Lorik Dehari edhe aja kanë me kursin e parë, dhe ai regjistru për me bë 2 e 3. E atin ato kurset, do me thonë, ban networking. Njoftohesh me të klubeve tjera, jëm kanë edhe në Letërkysh atin në stadionin e Norvegjisë në Oslo, Ullevål ati, jëm taku edhe me të klubeve tjera, do me thonë, jëm prezentu ati e kum ba pa kontakte, edhe me Krecin, do me thonë, kum ba kontakte ati, nëse ka pa dhe një disiplinar sak, diçka, e di tash kanë me kontaktu do me thonë, kina shpërnda, do me thonë, networkin me në një tjetrin, ajo kanë për mu shumë mirë. E shpresojnë në të ardhmen, jem njoftona më shumë, shtash edhe Petritin e kom njoftu, e kom ditë si figur kush është, si janë jo vlaun, a me s'kemi pat në më tanë kontakt me në një tjetrin, po shtash inshallah në të ardhmen dhe kena, se është shumë me eksperiencë, ka provoj shumë të futballit, diktohet sa është, do me thanë, një njeri talentum në këtë felt, po. Po normal, ne patëm ftu për sonte, po normal që ata sipas mundësive nuk kanë pas mundësi të vinë sonte nga Prishtina Futsal Fredrikshavn dhe Florim Gashin dhe disa prej lojtarëve. Por herën tjetër do të kemi edhe ata, normal do të bisedojmë. Një përshëndetje prej Florimit e keni dhe ju urojmë suksese dhe ju fton të njëjtën kohë me 30 nëntor në turnirin tradicional Adem Jashari, pra që ta bëni nga një ekip o nga 5 që të merr një pjesë aty. Po du më rikthy edhe një herë të shpjegojmë këto mirë për dëgjuesit e shikuesit për këto me 20-26, do të thonë që do të ndodh në futbollin botror. Ne e dim që 2 vendet e para që shkojnë, do të thonë drejt, kualifikohen në atje, në kupin botror. Veni i parë, jo 2 vendet e para. Veni i dytë lun Kvallik. Po. Veni i dytë lun. Playoff, domethënë Kvallik lun. Okej, edhe tash po mirë, a luajn për shembull edhe vendet e treta? Jo. Vetëm të dytat apo? Që ta kuptojmë për shembull se ku jemi, nëse bëhet për shembull më ardh deri te ajo, për shembull nëse jemi të tretin, a është e mundësia apo vetëm dytin? Veç dytin. Mes dyti. Për Kosovën është garant veç i dyti për arsye se janë veç 4 ekipe në grup. Okej, do të thonë kjo është sigurt 100%. Okej, do të thonë kjo është ajo që duhet ta dim se ka dikun thotë ndoshta edhe i dyti shkon drejt për drejt, mirë po më parasysh sa e dim na që klubes të ture, domethënë dy shat më të mirë shkojnë direkt, kurse këto 8 tjera luajnë Kvallik. Aha. Po bes të ture Kosova ka probleme botë për arsye se humbi lojën e parë dhe ka pak më pak lojë. Okay. Nuk mundet me mbledh pikë. Kështu si Kosova vend dytë në playoff e ka maksimumin, nëse vend parë nëse mund Zvicrën 4-0 në Prishtinë. Okej.
Kjo është ajo që do shumë me shpjegu pak se ka disa dhe nuk e kuptojnë krejt 100% qysh shkon deri te ajo se kur vinë ato momentet janë kyçse, do të thonë në atë kohë. Po mirë, ne u informuam besa mirë sonte edhe bisedu mirë, do të kemi ma shumë, sidomos vitin tjetër do të kemi shumë emisione. Vetëm një pyetje për ty si sportista se biletat janë shtrenjtë për neve me shku me kështu në shkurtollin alosh. Ju ai preferoni lojrat me pa direkt apo në televizor? Unë për vetin tim të dyat i kam. Mundësi të dyat, po. I pëlqej të dyat, ama më shumë televizor. Ka të drejtë. Se ne ke pas fëmijën me përcjell lojën tash në Zvicër ku luam me Kosovën, i ka bë goxha do argjime atje dhe kështu po mendojmë që më thonë me vazhdu dhe na është televizor me këshirë. Kështu po kemi ekranat noja, veç po mbledh ashtë mirë. Ju Petrit në e keni pas një organizim pak jashtë Oslës, me nis. Në letër mëste më mëritë unë e ka bo djali. Po pa mor pas shizmon e vlerime, e dim sa i ka bo dhe ato. Po, bravo, aty kanë dikun 250 shqiptarë mbledhëm. Po, dhe kolla solle e molla, e një sport barat keqë. Po, fantazi është aty. E kena bo një atmosferë fantazi, kalum shumë mirë, nuk e jape penaltin gollën me fitu, po apet prapë se prapë kalum shumë mirë, edhe Salzburgi na priti shumë mirë, domthonë qyteti na priti shumë mirë, edhe tha hallallu i kofta se po bëjshin një atmosferë, tani të mirë se ardhëm kur doni. Bile e patëm 20% zbritje çdo pije, çdo seancë që kena përsit aty. Beli domthonë djali e ka bë atë organizim. Jo, unë nuk e shumë Kërqes ka pas tjerë aty. Jo. Për çaj stafi personel domoni lokal. Unë djal fëmijët i kum kyç shumë në atë aspektin kombëtar me dashur kombin. Jo shumë e rëndësishme për mu, edhe Blerimi e don shumë Shqipërinë, ajo është i kallët mas Shqipërisë ai. Për Shqipërinë shkon ku dush. Po se na dhani koment kur e kryeta djalin tash. Ke aty kur të luaj Shqipëria. Po. Amo na jana edhe me Kosovën edhe me Shqipërinë se në pasporti janë shqiptar, edhe pse janë kosovar janë shqiptar pasporti. Duhet me përkrah Kosovën i bëj ftesë gjithë shqiptarëve që kanë mundësi më shku me po lojën në Suedi. Të shkojnë, kam po lojën miqësore ku ka luajt Kosova në Suedi. Ka qenë një atmosferë fantazi, hopëm jo, në realitet ka qenë Kosova kjo është Shqipnia Suedia. Hopën 1-0 në atë kohë Shqipëria. Po e boni një lojë fantazi, në realitet e meritoi edhe me fitu lojë. E besoj Kosova si ka me fitu, e kam një ndjen tillë si ka me fitu. Fejzës i bëj thirrje nga këtu, ja ushtroi djalin Fejzës në Humbli, e kam djalin e Fejzës, e kam në Humbli. Lojtari imi është një lojtar fantazi. Ka ardhur pa i ushtruar për 4-5 minutë dhe ka kopur ritmin, ose një gollshënues më të mirë se e kam skuadër. E ka bënë një performancë shumë të mirë për një kohë shumë shkurt. Le përshëndes, nëse është të ndëgju, inshallah lumë për Kosovën, se Fejza ka qef me lujtar për Kosovën. Sa më shpejt për Kosovën. Fejza çaj vjen ndim, unë prap jam aty edhe për Kosovën, kështu se i kam tregu Fejza edhe këton. Po mirë, pas jemi tash te kjo, bashkë kjo pyetje shumë e mirë që e tha me Tushi, a keni menduar me bëjë ndonjë organizim këto ndeshje që do të vinë tash me 8-in edhe 13-in? Kana jonë, ka me pas, kemi me këshirë me shoqëri, mendoj. Nuk kemi me bana një organizim të madh, po që ti kum ledhmi, në të shoqata më ledhmi këshirë me ndeshjet kur janë. Dalmi edhe në qytet, po shumicën e rasteve të shoqata të rida në Kallbakën. Që ti e këshirëmi. Nuk ka shoqata do broshtit të mëni, i dash të gjithëve. Të gjithë bashkë. S'ka shoqata e një katë. I përshëndesim gjithë ata që janë të përcjellë dhe Leon e Petritin edhe neve Radio Linjën sonte, e dim që na përcjellin, na ndëgjojnë, ndashtë e sapshat i parë na ikonin e ka kënu sonte. Përshëndesim edhe sapshat, po edhe Amitin, Argjinë. Me siguri se dikun do të mbledhë njes, ne dim që këtu të ne në dytin katë ka, një mbledhi për ata që kanë dëshirë për shembull për të dy ndeshjet, është e hapun, edhe me siguri se edhe Salzburgi prap do të bëhet do të më përcjellë në rrjetet sociale, në çose del diçka blerimi publikon. Beli po aki bën diçka, po në shans do kom për arsye se kom dy ndeshje vet bashkë mes aty nëse isha shku me po ndeshën padyshim. Më tregun drejt e kom pas një mundësi nëse ish luajt në Beograd, e kom pas një mundësi me kom pjesë e stafit të Federatës Futbollit Shqiptare, e kom marrë ftesë nga zëvendës presidenti. Arben Dervisha e përshëndes për ndryshe kom shumë shok, o shumë njeri mirë e keni takuar dhe ju, më ka qenë në Norvegji këtu. Më ka thonë se kisef mush më orë pjesë stafit, po tash parasysh që u lujt stadionin në vend tjetër, është mundësia shumë ndryshe, është kufizimi shumë i madh. Po kisha pas qef me qenë pjesë aty mi po atë atmosferën e egër si kom u qenë,
po prapë se prapë nga televizori edhe ma mirë, pak ma qëtësi. Nëse na pengesat kërkujna. Jo se them televizorin, e kështu se rrejmë dikan aty me bo problemat madhe. E që kjo betimin, ku ka lujtë Shqipëri, Rumëni në 2016 në Francë, mos gabofsh apo 2016 në Francë, e japi gol Sadiku, Sadiku, kush e japi gol, s'më kujtoha s'prish punë, e japi Shqipënia 1-0 fitoj, edhe ja nisi me kojt. Që ky betimi se tash inshallah bëhet në Tipi Lig Norvegjisë e ceka djali, ja nisi me kojt na ututëm se pisketëm çast shumë, unë me 2 djem të mëdhaj, e mendom se tutëm ato atë. Thash çahidën se po kon, tha Bobi po koj, tha se Shqipënia i mul 3 pikë të para në kampionat evropian. Do të thonë atëri ka pozaj dikon 8 vjet. Llogaritë do të thonë sa u konë emocioni i madh për to. Inshallah në kampionatin 2026 jo, po në 2030 edhe merr pjesë për kombëtaren e Shqipërisë. Po inshallah shpresojmë realitet. Atëherë, kjo mbrëmje me të vërtetë ishte shumë mirë sportive, e di që kena bu ma mirë se ato media tona atje që janë, se kena bu tamon që rrut me njerëz që din, edhe janë eksperta. Kjo nuk do t'jetë e para, do t'kemi edhe shumë emisione tjera saj për këtë sportit. Ne ju urojmë suksese shumë edhe ju falenderojmë shumë që ishit sonte këtu, sepse ne ka dale jeni aty nxe edhe atë vetë situatën që tash po afrohemi diçka që është shumë e madhe. E kena 1, e kena 2, po e kena edhe 3-ën, do me thonë Norvegjin. Nëse si kemi këto 2 atje, e kemi Norvegjin 100%, ato e kena të sigurt. E kështu që nuk do t'jesim pa tifozllëk për neve, për shembull kur do të nisim vitin tjetër. Faleminderit shumë edhe sukses. Shumë faleminderit za juve, shumë faleminderit. Gjithashtu faleminderit, ju urojmë sukses e betimit, më së pari, derisa e ka një bab që ja ka angazhuar tan jetën me sport dhe sidomos me futboll. Po ashtu edhe klubit Lindja bashkë me Leon edhe Gjem të ri që i kene aty, ato kuqezi, ato shqiptarë tonë, që na përfaqësojnë neve, salu që gjithmonë pi referohet kombëtarës Norvegjisë. Këto i kanë kushte, to mos mushin si vjetë, para 2-3 vjetë prapë ngritën, mund me ra prapë. Pjesore këto tonë ngritën e ta majnë gjallë Lindjen, e kështu t'ju kemi edhe juve si janë shmas mirë, edhe të vim prapë bisedojmë bashkë këto. Patjetër. Edhe ta shohim se ku po shkojnë këto dy kombëtarët tona. Vesh një sa për fund. Kur dush, kur t'ki qef, jo veç unë, po jo në Adema e gjithë ish lojtarët shqiptarë që kanë luajtur në Super League, janë të gatshëm, po folin na me tyna se janë gjë shumicën për tyna, janë të gatshëm me kontribu për lindjen, çka keni nevojë diçka në çdo aspekt, nëse këshill, nëse çka doni. Faleminderit shumë. Më shoh. Para se me përfundu veç se me harova me përmen edhe diçka se e përmeni Florimi me na thiri me 28 nëntorin me kupën, po kemi edhe rilindja me pas organizat. Kena kupën, ka me qenë qatë veken edhe ajo, këtu në Oslo, informacionet kanë me dalë sa ma shpejt, e isha da ti shpërndajnë nga për rrjetet sociale. Super. Mirë, derisa ju sportit do aktiv edhe në fushë edhe në organizimet festive, kjo na gëzon edhe më tepër. Sukses. Neve na keni gjithmonë për Gjithë janë mirë të ardhur. Faleminderit. Sukses e dyja.